Unë jam Blendodaj. Nëse moni mend ai pacienti që kam qele që kam pas aksident në punë dhe ju më keni qitë si rast dhe derisa më ju falenderoj gjithë juve dhe ata që kanë kontribu për me qitë para dhe me shku më shëru jashtë. Që kjo është lajmi ma i mirë kur thresni mirë, shëndetshëm. Vetëm derisa më ju falenderoj juve edhe gjithë ata që më kanë ndihmu për me qitë pare për më shëru në spitalin e Shkupit që kam qenë. Edhe ju falenderoj shumë. Mirë je sot? Sot jam shumë mirë, tash vazhdoj me fizioterapi për ditë, jam gati që në vjetë të vazhdu me fizioterapi këtu në qytetin tonë, këtu ku jam. Edhe tash shumë për një vjetë ma mirë. Unë e thash edhe ma herët, unë jam person që i du shumë ata njerës që janë mirënjosa, vdes kur takoj njerës mirënjos. Kështu, kjo është problemi ma i madh që ju i bët ushtarve, kur ju jeni mirë të nesërmen, po se pasa kohë dhe nuk harroni me na falenderu jo mu, po të gjitha ata që nuk e kanë letë dhe kur ndihmojnë, po rëgzohen shumë. Ja, vetëm desh të falenderu juve shumë. Kjo është problemi ma i mirë, faleminderit. Qofsh mirë. Faleminderit shumë. Ju përshëndet edhe gjithë familja jeme edhe. Blendodaj, të fala familjes shumë. Me shëndet e të paprituna e paqet jetë. Të paprituna mos paqet. Mirupafshim.